Fakti që Gramozruçi nuk I ndahet Edi Ramos edhe pas largimit nga politika nuk lidhet me merakun për projektin Shqipëria 2030 në BE, por me pazaret për të zhvatur pasurinë shtetërore. Më 31 janar 2022, 6 muaj pasi Gramozruçi dorëzoi mandatin e deputetit të fituar në zgjedhjet e vitit 2021 në Fier, djali I tij Ledian Ruçi krijoi kompaninë SLR Albania SHPK, me objekt investime në impiante të energjisë fotovoltaike dhe çdo lloj investimi tjetër. Kryeministri Edi Rama, me vendim të KKT-s I dha Ledian Ruçit lejen për ndërtimin e impiantit të prodhimit të energjisë në njësinë Topoj të Fierit me fuqi 2 MW dhe me afat 30 vite. 2 vite para dhënies së lejes së ndërtimit nga Babloku me urdhër të tij, strukturat qendrore e lokale të pushtetit vepruan me shpejtësi rekord për të pajisur kompaninë e djalit të Gramozruçit me tokë dhe të gjitha lejet e licencat për impiantin e energjisë. Subashi, Kumbaro dhe Petrita Ahmeti I Erres, tokë shtetërore dhe leje me urgjencë. Kryetari I Bashkisë së Fierit Armando Subashi me një procedurë të përshpejtuar I dha kompanisë së djalit të Gramozruçit 50.000 m2 tokë buzdetit në zonën e Topojës. Me kontratë numër 968 datë 9 korrik 2022 për të cilën thotë se është kontratë qiraje për 30 vite, por pa përcaktuar vlerën e qiras vjetore e totale dhe pa e publikuar në regjistrin e vendimeve të bashkisë. Megjithse kryebashkiaku Armando Subashi I ka dhënë 50.000 m2 në kontratë specifikohet që projekti fotovoltaik përfshir vetëm 20.000 m2 tokë, por ai I dha 30.000 m2 tokë më tepër. Përse? Sipas informacionit që disponon pamfleti, në sipërfaqen tjetër 30.000 m2 buzdetit, thuhet se familja e Gramozruçit do ndërtoj resort dhe vila e pallate me apartamente plazhi, duke maskuar marrjen e tokës tepër pas lejes për impiant që gjithashtu është pazar me Edi Ramën. 3 javë pas marrjes së tokës, konkretisht më 28 korrik 2022, ministre Mirela Kumbaro I dha lejen mjedisore sipas së cilës ndërtimi I parkut fotovoltaik buzdetit nuk e dëmton mjedisin. Më 16 tetor 2024, kompania SLR Albania kërkoi licencë për prodhim energjie nga ere, ndërsa pas 12 ditësh kryetari Petrita Ahmeti I dha licencën me vendim numër 228 datë 28/10/2024. Projekti I impiantit dhe ndërtimeve është 35 milion euro. Ku do t'i gjejë djali I Gramozit? Në vendimin e KKT-s impianti fotovoltaik është deklaruar si investim në vlerën 1.2 milion euro, ndërsa sipas projektit teknik dhe fizibilitetit, kosto e investimit do të jetë 15 milion euro. Në total, bashkë me projektin e fshehur të resortit, vilave dhe pallateve me apartamente plazhi, kosto totale e 2 investimeve të familjes Ruçi do të jetë 35 milion euro, për të cilat asnjë agjenci ligjzbatuese nuk I kërkon deklarimin e burimit të tyre. Ku do t'i gjejë ose më saktë në cilat burime do t'i sigurojë 35 milion euro djali I Gramozruçit, kur ai ka vetëm një pagë mujore 1.000 euro si punonjës në kompaninë shtetërore Alp Control, ndërsa kapitali I vetëm që ka kompania e tij SLR Albania, që shprej ditës së themelimit është 100 lek, madje kjo kompani gjatë viteve 2022-2024 ka dalë me humbje nga 923.000 lek. Burimin e këtyre milionave I di Gramozi, ndërsa Babloku nuk di gjë, dhe siç ka thënë vetë publikisht nuk I intereson se si dhe ku do t'i sigurojnë.